Fakulteti i Biznesit dhe Drejtësisë në Universitetin e Elbasanit organizoi simpoziumin e 30 vjetorit të krijimit të Departamentit Administrim Biznesit, një aktivitet i rëndësishëm akademik që shënon 3 dekada kontribut në arsimin e lartë dhe formimin profesional të brezave të studentëve, që prej themelimit të tij në vitin 1995, në aktivitet morën pjesë përfaqësues të bizneseve dhe institucioneve të ndryshme, ish student, ish pedagog të këtij departamenti, personel akademik dhe student aktual të fakultetit, të ftuarit të ndanë përvojë, analiza dhe perspektiva mbi bashkëpunimin universitet treg, pune, sfidat e zhvillimit ekonomik dhe rolin e departamentit në përgatitjen e profesionistëve të fushës. Në fjalën e saj përshëndetëse e rektoria e universitetit, profesor doktoresh Elvira Fetahu, u ndal në rëndësinë dhe kontributin e këtij departamenti përgjatë 30 viteve, duke u shndërruar kështu në një qendër të rëndësishme akademike e kërkimore, me ndikim të gjerë në zhvillimin ekonomik dhe shoqëror. Ofruar ekspertizë duke marrë pjesë në projekte me ndikim konkret në komunitet. Bashkëpunimet me Bashkinë e Elbasanit, Zyrën Rajonale të Punësimit, Këshillin e Qarkut të Elbasanit, Bankën e Shqipërisë, AMP dhe shumë organizatë. Aktiviteti u vlerësua si një mundësi e rëndësishme reflektimi dhe bashkëpunimi, duke hedhur bazat për objektivat dhe zhvillimet e ardhshme në fushën e administrimit dhe biznesit.